Gorica Lagja Muzej në qytetin e 1/1 dritareve në Berat, duket se nuk është ende gati të presë turistët, ndonse pak javë në ndaj nga çelja e sezonit turistik. Siç duket edhe nga këto pamje, lagja Goricë është pushtuar nga mbetjet urbane, të cilat thizë syri në çdo rrugë dhe cepet trotuarësh. Mbetjet hidhen pa kriter nga banorët e zonës, ndërsa grumbuj duken në çdo vend të lagjës muzeale. Banorët thonë se kjo situatë vjen si pasojë mungesës së një kontinjeri për mbetjet urbane. Edhe njerëzit e bëjnë këtë jo sepse s'kan vend për të hedhur. Ja kanë për kolla, gjej vrimë dhe ishtë. I mungon një kosh plerash për të grumbulluar këto plera, sepse qyteti Beratit është edhe një qytet muze, siç është për shembull Gorica dhe Mangalemi. Kjo është një rrugë që i lidh të dyja lagjet. Edhe mendojmë që po të ishte një kosh plerash ose kazan këtu do ishte gjë më e mirë që të grumbullon këto plera. Ajo është bërë tani, i thuni tjetri dhe aty i levën e tërë si lagjes, si Goricë. Edhe bërë, shumë e mirë se është, po të bëhet një vend aty. Një delegacion kinez i ardhur për zbatimin e një projekti në Shqipëri kanë shfrytzuar mundësinë për të vizituar qytetin e mbrojtur nga UNESCO. Ata thonë se Berati është një qytet i bukur pavarësisht panoramës së mbetjeve që të ofron. Yes, very good. Beautiful. Berati është një prej zonave më të preferuara të turistëve, sidomos gjatë sezonit veror.